të dashur qytetar. Unë jam Fjolla Vukshina Reqica dhe jam asamblise në Kuvendin Komunal të Prishtinës, por mbi gjitha jam qytetare e këtij vendit. Jam këtu si një përfaqësuese e një grupi të qytetarëve që çdo ditë presin nga ne, nga niveli lokal dhe ai qendror, që institucionet të punojnë për problemet e tyre të marrin zgjidhje. Dhe unë jam këtu t'ju tregoj se si mos konstituimi i kuvendit pritet t'i bllokoj komunat. Sepse bllokimi i kuvendit të Kosovës nuk është vetëm një debat abstrakt politik, nuk është vetëm një derë e mbyllur në këndërtesë. Pas çdo dite që kuvendi mbahet i mbyllur, është një qytetar që pret. Është një qytetar që pret, një familje që ka një hall, një komunë që ka një projekt dhe një nevojë që mbetet pa zë. Është një ndërmarrës në Ferizaj, që çdo mëngjes e ha biznesin, paguan punëtorët, energjinë, tatimet dhe pret që shteti të paktën të krijojë kushtet për të punuar dhe për të hapur vende të reja të punës. Është një fermer në Rahovec që qohet para agimit, punon tokën dhe sot pyet veten nëse prodhimi i tij do të ketë treg, nëse do t'i mbulojë shpenzimet dhe nëse shteti do të jetë aty ku ati nevojitet. Është një student në Gjilan që dëshiron të ndërtojë të ardhmen këtu, por pret që politika t'i jap mundësi për arsim cilësor, praktik, punësim dhe në vend që ta shoh largimin nga Kosova si mundësinë e vetme. Është një zejtar në Prizren që e mban familjen me punën e duarve të veta dhe çdo muaj duhet të zgjedhë se cilën paturë ta paguaj. Është një punëtor në Gjakov që merr pagën dhe pret që të arrijë në shtëpi se si një pjesë të madhe do t'i shkojë për energji, për ushqim, kredi apo dhe obligime tjera. Është një pensionist në Mitrovit që kur shkon në banatore dhe në market numëron çdo euro. Dhe ndërsa ne po hyjmë drejt muajve të vjeshtës dhe dimrit, ai mendon për faturën e energjisë, për ngrohjen, për ilaçet dhe për ushqimin. Është një nën në pej që çdo mëngjes duhet të gjejë zgjidhje se ku me lën fëmijën, sepse qerdhja që është premtuar nuk është ndërtuar akoma. Është një familje në Prishtinë që paguan çdo obligim tjetër ndaj shtetit dhe me të drejtë pyet: nëse unë po i kryej obligimet e mia ndaj shtetit, çfarë po bën ai? Dhe këto janë pasojat reale të institucioneve të bllokuara. Sepse një kuvend që nuk funksionon, nuk mund t'i trajtojë siç duhet nevojat e qytetarëve. Nuk mund ta zhvilloj debatin për politikat dhe buxhetet që i duhen komunave. Nuk mund t'i mbaj institucionet përgjegjëse. Prandaj, kur bllokohet kuvendi, nuk bllokohen vetëm deputetët, bllokohet zëri i qytetarëve që i kanë zgjedhur ata. Dhe komunat nuk mund t'i zgjedhin të gjitha të vetmet. Ato kanë nevojë për një kuvend funksional, për institucione qendrore funksionale dhe për bashkëpunim ndërmjet dy niveleve. Prishtina pritet të mbetet e bllokuar, pa unazën e jashtme apo Prizreni pa projekte digjitale. Kosova nuk ka kohë për të humbur. Qytetarët nuk kanë kohë për të pritur kalkulimet politike të askujt. Prandaj, kërkesa jonë është e qartë. Albin Kurti nuk mundet në njërin anë t'i gëzojë privilegjet e qeverisë, ndërsa në anën tjetër të mbehet i bllokuar konstituimi i kuvendit. Institucionet nuk janë pronë i një individi, po as e një partie politike. Ato janë të qytetarëve dhe duhet të jenë të hapura, ashtu si balkoni i hapur, ashtu dhe kuvendi i Republikës së Kosovës. Prandaj zotri Kurti, zhbllokoje kuvendin, riktheje funksionimin e institucioneve, ktheje qytetarëve zërin që ju takon. Sepse Kosova nuk mund të mbahet në pritje, ndërsa qytetarët vazhdojnë t'i paguajnë çdo ditë faturat e kësaj bllokade. Dhe për këtë, fajtor është vetëm Albin Kurti. Është koha për Kosovë.